A keni vënë re ndonjëherë që edhe kur të gjithë të tjerët ndihen normal, ju i keni duar dhe këmbët akull, edhe në verë? Sot do t'i analizojmë shkaqet më të zakonshme, shenjat paralajmëruese, çfarë duhet të bëni në shtëpi dhe kur duhet të shqetësoheni. Qëndroni deri në fund sepse do t'ju tregoj edhe disa mënyra praktike që i përmirësojnë menjëherë. Qarkullimi i dobët i gjakut. Arsyeja kryesore për shumicën e njerëzve. Kur qarkullimi i gjakut është i dobët, pjesët e para që e vuajnë janë skajet e trupit. Gjaku, kur nuk qarkullon mirë, shkon më shumë drejt organeve të brendshme dhe më pak drejt duarve dhe këmbëve. Kjo do të thotë më pak nxehtësi, më pak oksigjen dhe një ndjesi e vazhdueshme ftohtësie. Shenjat më të zakonshme. Duar që janë gjithmonë të ftohta edhe në mëngjes. Këmbë që nuk nxehen pavarësisht se çorape vishni. Lëkure zbeht ose mavjosur lehtë. Lodhje e lehtë kur lëvizni ose ngjiteni shkallë. Njerëzit që punojnë ulur shumë orë në zyra para kompjuterit, shpesh e vuajnë këtë problem. Mos lëvizja ul fluksin e gjakut dhe trupi nis të ngurtësohet. Si ta përmirësoni? Lëvizni më shpesh, bëni ushtrime të lehta gjatë ditës. Ecni të paktën 20-30 minuta. Pini ujë rregullisht dhe shmangni veshjet e ngushta që bllokojnë qarkullimin. Anemia. Mungesa e hekurit është një nga shkaqet më të padukshme. Kur trupi ka mungesë hekuri, nuk prodhon mjaftueshëm hemoglobin. Pa hemoglobin, celizat e trupit nuk marrin oksigjenin që u duhet. Dhe kur mungon oksigjeni, trupi ftohet shumë më shpejt. Shenjat që lidhen me anemin. Zbehje në fytyrë dhe duar, lodhje e vazhdueshme, rënje e flokëve, thonjë që thyhen, marramendje. Shumë gra që kanë menstruacione të forta zhvillojnë mungesë hekuri pa e ditur. Shpesh ato ankohen se duart e këmbët u janë gjithmonë të ftohta. Një analizë e thjesht gjaku e zbulon menjëherë këtë gjendje. Probleme me tiroiden, sidomos hipotiroidizmi. Tiroidja është komandanti i metabolizmit. Kur ajo punon ngadalë, çdo proces në trup ngadalsohet, qarkullimi, temperatura e trupit, energjia, madje edhe rritja e flokëve. Shenjat që e shoqërojnë. Shtim në peshë, lodhje e rëndë, lëkurë shumë e thatë, ndjesi e vazhdueshme ftoftësie, depresion i lehtë. Shumë njerëz nuk e lidhin kurrë ftoftësinë e duarve me tiroiden, por është një nga shenjat e para që shfaqet. Stresi, ankthi dhe adrenalina. Stresi aktivizon sistemin nervor simpatik, i cili i ngushton enët e gjakut tek skajet. Trupi mendon se jeni në rrezik dhe dërgon gjakun në organet kryesore. Rezultati? Duar dhe këmbë të ftohta, shpesh të mpira. Mjafton një ditë e ngarkuar, një debat, një shqetësim financiar dhe menjëherë duart fillojnë të ftohen, sepse trupi mendon se duhet të mbijetojë. Presioni i ulët i gjakut. Shkak zakonshëm sidomos tek vajzat e reja. Presioni i ulët bën që gjaku të mos shtyhet me forcë të mjaftueshme drejt skajeve. Kjo shkakton ftohtësi, marramendje, dobësi dhe plagësi. Ndonjëherë presioni i ulët shfaqet pas ngritjes shpejt nga shtrati, pas qëndrimit gjatë ulur apo edhe pas ushqimit. Neuropatia, dëmtimi i nervave. Nëse nervat dëmtohen, ato dërgojnë sinjale të gabuara. Kështu që edhe pse trupi është normal, ju ndjeni sikur këngët janë të ftohta. Kjo shfaqet shpesh te diabetikët, te njerëzit me mungesë vitaminash, sidomos B12, te personat që kanë pasur dëmtime nervore. Në disa raste, këmbët ndihen të ftohta, por kur i prek nuk janë aq të ftohta, një shenjë e qartë se nervat nuk po dërgojnë sinjalet e duhura. Sindroma Raynaud, ndryshimi i ngjyrës së gishtave. Kjo gjendje shkakton ngushtim të fortë të enëve të gjakut në duar dhe këmbë, sidomos kur ekspozoheni në të ftohtin. Gishtat zakonisht kalojnë në 3 faza. Bëhen të bardhë, më pas blu dhe më pas skuqen kur të kthehet gjaku. Këto episode mund të zgjasin nga disa minuta deri në 1 orë. Pirja e duhanit. Nikotina ngushton enët e gjakut. Ky efekt i nikotinës është arsyeja pse shumë duanpirës ankohen se kanë duar dhe këmbë të akull. Qarkullimi bie dhe oksigjenimi i tindeve zvoglohet. Në raste të rënda, mund të krijojnë probleme serioze me qarkullimin periferik. Dehidratimi. Trupi nuk funksionon mirë pa ujë.
Kur trupi është i dehidratuar, gjaku bëhet më i trash, kjo vështirëson rrjedhjen e tij dhe ul qarkullimin. Shumë njerëz pinë pak ujë gjatë ditës, sidomos në perioda të ftohta. Kur duhet të shqetësoheni? Duhet të bëni një kontroll nëse duart dhe këmbët janë vazhdimisht të ftohta, ngjyra e tyre ndryshon, ndiheni dhimbje, mpirje ose shpim gjilpërash, keni lodhje të fortë pa arsye, keni diabet, anemi apo probleme me tiroide, ju ftohen edhe kur ambienti është shumë i ngrohtë. Çfarë mund të bëni në shtëpi për t'i ngrohur? Ecni rregullisht gjatë ditës, pini ujë mjaftueshëm, konsumoni ushqime të pasur me hekur, mos pini duhan, përdorni corape të trasha dhe mbani trupin të ngrohtë. Bëni masazhe duarve dhe këmbëve. Shmangni stresin me ushtrime frymëmarrjeje. Hani ushqime që ndihmojnë qarkullimin si xhenxhefil, hudhër dhe peshk. Ju falenderoj që e ndoqët videon deri në fund. Nëse ju ndodhin shpesh duar apo këmbë të ftohta, shkruani poshtë në komente si u shfaqet ju ky problem. Mos harroni, një klikim i vogël tek subscribe në ndihmon të sjellim edhe më shumë këshilla të dobishme për ju. Shihemi në videon tjetër.